Të nderuar televizionistët, përshëndetje. Ky është emisioni Fol dhe unë jam Erjon Skëndaj. Sot emisioni Fol ka udhëtuar në Has, sepse banorët e 20 fshatrave vuajnë për rrugë prej 34 vitesh. Unë ndodhem rreth 100 metra nga dogana e Qapruçit dhe pikërisht ke vendi ku banorët po protestojnë. Kanë protestuar edhe javën e kaluar, protestuan edhe këtë javë. Bllokuan dhe rrugën madje, u përballën edhe me policinë. Rrezik të përballen edhe me shoqërime. Dhe pse? Se kërkojnë një rrugë që prek 20 fshatra, po 5 i prek direkt, e kanë jetike. Banorët thonë se 34 vite në zonën e tyre nuk kanë parë 5 lek të investuara. Që do të thotë se në 35 vite demokraci, shteti nuk ekziston në këtë zonë të bukur që ndodhet pas krave të mi, ku dëbora e pazakon që ka rënë në mes pranverës e ka bërë shumë të bukur. Do duhet kishte zonë turistike, do duhet kishte bujtina, do duhet kishte turist. Po në 2025 në fatkeqësisht shohim banorën mes rrugës akoma që kërkojnë rrugë. Po çfarë tjetër kërkojnë banorët? Sepse kur s'ka rrugë, mendja të shkon për keq që ka dhe halle tjera dhe probleme tjera. E për të mos folur në ajër, unë kam thirrur një pjesë banorëve që ishin në protestë. Dhe këta banorë do t'i falenderoj sepse kuraja e tyre, zëri i tyre na solli në këtë krajinë. Faleminderit banor. Faleminderit që jeni me mua sot. Tani ne kemi një emision që e quajmë Fol. Nuk i vumë asnjë emër tjetër sepse parimi i parë i demokracisë është fjala. Pra çdo gjë nis nga fjala. Po s'pate fjalën, e kot që të vazhdosh pastaj me veprat. Ju keni edhe fjalën dhe veprat. Babe, si të quajnë? Fadil Haxhia nga fshati Zogaj. Ko punoni jetë tonë në minjerë. Sa vjeç je? Jam 70 vjeç. Edhe 100. Faleminderit bashkë me ju. Tash po flasim për rrugën. Kjo është rrugë e ndërtuar qysh në vitin 39. Është ndërtuar me rob lufte. Është rrugë që është me taban që është shumë e lehtë. Ai që e merr për me ato me shtruë madon menja që nuk ka ato vështirësi që do të mi pas rruga. Sa i gjatë është rruga? Rruga 19 km. 19 km. Po. Pra nga fshati i fundit apo nga fshati i fundit? Nga fshati i Po, fundit. nga fshati i fundit 19 km. Unë thash 5 fshatra i prek direkt. E vërtet është? Më shumë. Që sa kap direkt dhe pastaj sa impakton pjesën tjetër? Po tash ti direkt 6-7 fshatra i kapi, kjo atë jesin domon i pjesë aty pa u kap kjo. Edhe kjo rrugë, ne për qëtë rrugë, mu i kushërinjë jemi, më ka vdek në rrugë afër shtëpisë që ti burri. Për rrugën që e kem skandal. Pra vdiq rrugës për në spitale? Ka dek në rrugë, e pequr në spital. Po pra rrugës Po për është spital? po rrugës për spital. E sa rriti do të? Sa rriti do të prej rrugës mia që e kem. Prandaj, ne jem bashku për që rrugë më diskutue, me na bo dikush, qarën për ta, jem njërës ma të persekutuam për që rrugë, jerë mas parë ma, na s'kem lypë gjatë tjetëve që rrugë. Edhe që ta njerëz që kanë ardhë e kanë kandidua këtu, me marrë votën e këti elektorati, po thomë, prej këtu e dej në kam atje, e pak për të kamit atje, ne vetëm mashtrime kem pas. Të doja t'u bëja pyetje, si u lanë 34 vite në këtë gjendje? 34 vite nuk e ka nuk kush në zemë për qatë punë fare.